Do t'jem në një lidhje të drejt për drejt me Ergjys Mërtirin, analizë vëzhgues si zhvillimeve politike, por edhe si qytetar i cili çdo ditë ka ndjekur protestën në bulevardin Dëshmorët të Kombit. Ergjys, përshëndetje. Përshëndetje. Ergjys, para se të ndalemi tek zhvillimet në bulevardin Dëshmorët të Kombit, do doja të pyesja për disa lajme të cilat kanë qarkulluar në media pas mbledhjes së grupit parlamentar dhe të qeverisë të Partisë Socialiste ditën e shtunë. Thuhet që kryeministri Edi Rama i është drejtuar të tillëve me një ankesë që sipas tij nuk po e mbrojnë në të gjithë të betejë që po zhvillohet mes godinës së tij kryeministrore, bulevardit Dëshmorët të Kombit, mes tij si kryeministër dhe qytetarëve në protestë. Si e shikon këtë ankesë të kryeministrit Edi Rama ndaj të vetëve? Po sigurt, Edi Rama është në ditë të vështirë, është në gjendje të keqe dhe ka nevojë për propagandë, ka nevojë për të prodhuar betejë. Dukshëm njerëzit e tij nuk e mbrojnë dot sepse nuk kanë si ta mbrojnë. Rama ka humbur legitimitetin, ka dalë populli masivisht sikur ndonjëherë në këto 35 vite për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit. Rama sot është i pambrojtshëm. Kështu që patjetër që Rama do përpiqet të kërcënojë vetë që dalin ta mbrojnë, dalin bëjnë betejën politike që ai të mbietojë. Kjo është e kuptueshme dhe njerëzit e tij do ta kenë të vështirë që të sakrifikojnë imazhin e tyre publik vetëm që të mbietojë shefi i tyre. Ata fillojnë bëjnë llogari dhe mendojnë që me këtë kryetar ndoshta nuk i kemi shumë të gjatë dhe ndoshta karrierat tona nuk varen më prej tij. Dhe sigurisht që kjo është problemi ku lind. Rama tash kërkon të kërcënojë ata me idenë që protesta do të bien, unë do jem këtu dhe kur unë të jem këtu, ju pastaj nuk do të jeni më. Kështu që kjo është thjesht tregues i gjendjes vështirë ku ndodhet Rama. Po këtë e dallon në një gjë tjetër, në gjuhën e Ramës. Po të shikosh, mënyra se si po flet Rama, po është e kundërt me atë çfarë do ishte efektshme nga aspekti PR-it. Rama po sulmon protestën, gjë që nuk e ka për natyrë. Në përgjithësi Rama i ka marrë protestat kur ato kanë qenë qytetare dhe jo partijake, me të mira, i ka vlerësuar, ka qeshur me memet që ata kanë bërë etj. Por kjo protestë rrezikon seriozisht dhe atij duhet që të bëjë të kundërtën, ta sulmojë protestën me qëllim që të nxjisë të paktën militantët e verbër që në rrjetet sociale të dalin ta mbrojnë. Jo më koda u shpreh për një armik që quhet algoritëm. Pra, problemi i Ramës tashmë është algoritmi, sepse protesta ndodh në shesh, por ai kontrollon mediat. Ajo çfarë nuk kontrollon dot Rama është algoritmi i cili në për shumë faqe rrjete sociale tregon lumin e madh që ka vërshuar në bulevard këto ditë kundër Ramës. Kështu që në të kundërt me faktin që rrjetet sociale po çahen duke folur kundër Ramës, ai kërkon që të ketë për kundërpesh njerëz të cilët gjithashtu të përleshen me ata që sulmojnë qeverinë në mbrojtje të saj, me shpresën se do prodhoj një gjysmë legitimitet, pra në kuptimin që do të delegitimoj protestën me qëllim që të legitimoj veten. Por kjo nuk e di se sa mund të funksionojë. Po.